paga kalimtare është një çështje e cila është diskutuar ashtu goxhashëm në legislaturat e kaluara, pra prej legislaturës së 9 të kaluarën edhe tash, po ashtu edhe Instituti i Kosovës për Drejtësi ka pasur qëndrim në lidhje me këtë çështje. Paga kalimtare është një pagë e cila realisht rregullohet edhe jepet deputetit si e drejtë, ku rregullohet me ligjin për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit, ku deputeti i Kuvendit të Republikës me një dispozita të rregulluar ka të drejtën që të kërkojë pagën kalimtare në momentin kur përfundon mandati i tij si deputet, pra në momentin e shpërndarjes së Kuvendit. Mandej janë procedurat të cilat parashihen atë dhe se me një fjalë deputeti ka të drejtën që pagën kalimtare ta gëzojë apo ta marrë për 12 muaj prej përfundimit të mandatit të Kuvendit të Republikës. Mirë po, në lidhje me këtë, ka edhe kufizimet në ato dispozitat të cilat rregullohet edhe paga kalimtare. Që janë? Thuhet që deputeti nuk e ka atë drejt të kërkojë pagë kalimtare nëse në llogarinë e tij ose nëse ai deputet pranon të hyrat të tjera financiare mujore, pra një pagë tjetër në këtë rast, ose fillon që të rrjedhë drejta e pensionit apo pensionimin, nëse arrin moshën e pensionit një deputet, atëherë ai nuk ka të drejtën që ta kërkojë pagën kalimtare. Mirë po nuk parashihet ndonjë dispozitë ato e veçantë ku thuhet nëse deputetët nuk janë funksionalë, siç ka ndodhur në legislaturën e 9 të kaluare, thuajse edhe në legislaturën e 10, mirë po ky rregullim është i përgjithshëm dhe deputetët me një fjalë kanë pasur të drejtën që të aplikojnë apo që të kërkojnë këtë pagën kalimtare në mënyrë që Kuvendi i Republikës të ja kompenzojë këtë pagë për një vit radhazi. Pra, duke llogaritur në shifra nga ajo se çka falem më herët dhe duke ditë pagën bazë të deputetëve të Kuvendit të Republikës, ani pse tashmë shtesa nuk ka për ta, mirë po kalkulimi i shtesave vetë se tashmë me ligjin e ri është llogaritur në pagë dhe se një deputet i Kuvendit të Republikës mund t'i kushtojë Kuvendit afër dikon 23 deri në 25.000 euro në vit nga një deputet, nëse ai deputet nuk ka ndonjë të hyrë tjetër financiare, një pagë tjetër, apo nëse nuk e arrin moshën e pensionimit. Kjo çështje mund të themi që është e drejtë e deputetëve, mirë po realisht edhe praktikisht është edhe një përgjegjësi e tyre morale se a duhet që të kërkojnë këtë pagë kalimtare apo jo, duke pas parasysh faktin që legislatura për shembull e kaluar, legislatura 9 ishte legislatura më jo funksionale që e kemi pasur ndonjëherë. Asaj ju afrohet edhe kjo legislatura tash. Megjithatë është e rregulluar me ligj dhe me ligj nuk thuhet nëse do të janë 1 muaj, 2 muaj, 5 muaj gjithë mandati, dhe kjo është përdorur nga 85 deputet të legislaturës së 10, pra 85 deputet nga 120 sa i ka gjithsej, Kuvendi i Kosovës janë deklaruar se nuk kanë të hyra tjera, rrjedhimisht duan pagën kalimtare. Por kemi parasysh që këtu nuk ishin zgjedhjet e vetme që kishin brenda 20 muajve. Pra, apo krijon obligime shumë të mëdha dhe a do të rishqyrtohet, të amandamentohet në mënyrë që qoftë përmes ndonjë rregullore apo në formë që të paktën mos kishte abuzime, se mund të ketë edhe abuzime në këtë. Në këtë situatë, po thujse është vetë e ditur fakti që këtë mund ta quajmë ndonse abuzim, për arsye që deputetët në momentin kur nuk kanë arritur që ta përfundojnë mandatin, e po ashtu nuk kanë arritur që të shtyjnë obligimet e veta përpara dhe ato të cilat i kanë premtuar qytetarëve, atëherë paga kalimtare mbetet një përgjegjësi morale e tyre që ata ndoshta nuk do duheshin që të aplikonin, që ta merrnin atë pagë fare. Për shembull, këtu mund të ngrejmë paralele ku mund të themi që shkalla e papunësisë në këtë rast, numrit të cilën e përmendet tashmë që ka aplikuar apo ka kërkuar pagë kalimtare, nëse e marrim numrin e papunësisë me nivelin e përgjithshëm në Kosovë, atëherë niveli i papunësisë në Kuvendin e Republikës në këtë legislaturën që shkoi del që të jetë shumë fish më i lartë se sa shkalla e papunësisë është reale në Republikën e Kosovës, dhe kjo përbën një paradoks jashtëzakonisht interesant dhe se deputetët nuk do duhej ndoshta që të lëshoheshin deri në këtë pikë, duke pas parasysh edhe pse ajo pagë është e drejtë e tyre dhe
ata mund të gëzojnë mirë. Kush i kontrollon nëse ka të hyra tjera ose jo, se ata mund deklarohen që nuk kanë të hyra? Mirë, po këtu është edhe çështja e deklarimit të rrajshëm në institucionet e cilën deputeti mund ta bëj. Mirë, po deklarimi rram patjetër që mandej ka edhe sanksione dhe ka procedurat e tjera dhe se asnjë deputet i Kuvendit të Republikës nuk e besoj që do duhet që ta marrë atë përgjegjësi që thot diçka që nuk qëndron realisht, apo të thot që për shembull nuk kam një pagë të caktuar dhe të aplikoj prapë për një pagë tjetër, por megjithatë është përgjegjësi e sekretariatit të Kuvendit që të merret me këtë çështje dhe të verifikoj të gjitha çështjet varësisht edhe në komunikim me institucionet e tjera përgjegjëse lidhur me këtë çështje. Këtë çështje ka qenë edhe herave të kaluara dhe me sa mbaj mend gjithherë ka qenë një çështje tipu deri në ditën e fundit apo deri në duket praktik normale. Kjo praktik patjetër që nuk është normale, për arsye që të presim deri në deadline-in ashtu të fundit është një praktikë. Pa të ketë se këtu kanë edhe këto ligjërisht në rregull janë. Një sikur paga më herët të cilën biseduam është një drejtë e tyre, mirë po kjo drejtë nuk do duhet që të shihej deri në maksimalizimin e afatit, për arsye që këta është dashur partitë që ndoshta vetë për hir të elektoratit, për hir të kulturës politike është dashur ndoshta që t'ia vendosin vetes një afat pak më herët, në mënyrë që t'i publikojnë emrat më herët dhe ta thënë këtë tabun e kësaj mospërgjegjësia apo neglizhencë të cilën ka ndodhur. Mirë, po këto mund të jenë edhe shumë faktorë tjerë të brendshëm apo të problemeve politike të cilat subjektet i kanë brenda partisë, me emra, me gjitha ato, për arsye që ne e dimë edhe problemet të cilat po ndodhin. Kujtojmë rastin e LDK-s tash ku tek çështja e numrave, ku shumë prej figurave kryesore të LDK-s i kemi parë, për shembull rasti i Zotit Bajrami, rasti i Zotrit Hoti, të cilët kanë qenë figura kyçe të LDK-s dhe numrat e tyre janë me largë, ndoshta kjo është konfirmuar tash që ka në numër 12 Zotja Bajrami, 11 Zoti Hoti, ndërkohë në 10 e parë nga kjo që përshoj janë të paktën 2 ose 3 të Vjosa Osmanit, pra Vjosa Osmani, Jeta Statovci dhe Albena Reshita janë në 10 e parë, pra. Po, kjo përbën pra edhe një tjetër rast për studim, ashtu të themi. Mirë po, çështja e numrave nuk do duhet ndoshta që të ishte problem brenda kandidatëve, mirë po është ajo çështja asaj se kandidatët mundet që vetë t'i kenë ato rezervat e veta në lidhje me këtë çështje, për arsye që shembull shumë lehtë zonja Bajrami mund të thotë që un kam kontribuar më shumë, kam qenë më aktive, për arsye që dëshmohet nga më të votuarat zgjedhjet e kaluara. Fiks, për arsye që edhe dëshmohet edhe me raportin tonë që zonja Hikmeti Bajrami ka qenë një ndër deputetët më aktive në kuvend në legislaturën e kaluar, dhe se këto mund të ndikojnë mirë, po unë besoj dhe vlerësoj që elektorati në momentin që dëshiron ta gjejë një kandidat, ai do ta gjejë atë kandidat në numrin në të cilin ai e ka. Po dhe kjo kallëzon për dinamikat e brendshme të partive apo jo? Patjetër, kemi shumë raste për shembull edhe çështjet e aderimeve të ndryshme apo bashkimit në lista ku e kemi pa dhe Partinë Demokratike që ka marrë edhe njerëz të ri tashmë, zonja Derguti ka qenë, po ashtu edhe shumë ish deputet shumë jo mirë, po edhe ish deputet të tjerë disa. Po, kështu që po ashtu edhe çështja e Zotrit Lima i ka përbërë një çështje në diskutim me kohëve të fundit, e cila ka ngrit një diskutim shumë të madh në lidhje me çështjen se a do i bashkohet Partisë Demokratike apo jo, mirë po me sa duket sipas deklarimeve të fundit të Partisë Demokratike, Zotri Limaj nuk do t'jetë pjesë. Nuk e kanë pranuar t'jetë pjesë. Nuk e kanë pranuar t'jetë, ashtu sipas deklarimeve të Zotrit Hamza, mirë po nuk do pritet që do ndryshoj diçka tashmë me publikimin e listës PDK-s, mirë po këto janë çështjet të brendshme të partive politike se si ata i shohin çështjet të cilat ata dëshirojnë që të ofertojnë para qytetarit, mirë po është shumë e rëndësishme Aldin ta themi çështjen që programet politike t'janë në rang të parë apo në rresht të parë të partive politike para se t'janë kandidatët apo emrat.